Me emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionin në hijen e Ramazanit. Jemi në pjesën më të veçantë të këtij muaji të bekuar. Për të folur rreth kësaj teme, mbi temën pra 10 shiart, kemi të ftuar imamin e nderuar Recep Efendi Bytyçi. I nderuar, mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm. Çfarë ne kuptojmë me 10-shin e artë të Ramazanit? Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Zotit të Madhërisht. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Përshëndetjet tona më të sinqerta ja dedikojmë njeriut më të zgjedhur në mesin e njerëzimit dhe ai është profeti i fundit, Muhamedi, paqja dhe mëshira e Zotit të Madhërisht qoftë mbi të. I nderuari arbënor, 10 i fundit i Ramazanit ka unanimitet mesin e dietarëve se është 10 më i mirë i muajit të Ramazanit. Ramazani përbëhet prej 30 10-sheve si çdo muaj, por 10 i fundit është ai i cili ngërthen në vetvete urtësi, ngërthen në vetvete atë farhynitetin që ka që nuk e kanë dot 2 10-shet e tjera, edhe pse i tërë Ramazani është i tillë. Është një thënie profetike që dietarët e diskutojnë sa i përket zinxhirit të transmetimit, por brëndësia dhe teksti pas një diskutim është i jashtëzakonshëm, apo është përputhshmëri me konceptet e shëndosha të Islamit. Inna Ramadana awwaluhu rahme. Vërtet Ramazani në 10-shin e parë mbretëron mëshira absolute e Zotit Madhërisht. Wa awsatuhu maghfira. Dhe 10-shi i dytë apo mesi i Ramazanit mbretëron falja absolute e Zotit Madhërisht. Wa akhiruhu itqun minan nar. Kurse 10-shi i fundit është lirim nga zjarri i skëterës. Që do të thotë që 10-shi i fundit është ai i cili është më i dalluar nga 10-shet tjera, dhe për këtë arsye është që e ka dalluar edhe vetë profeti në mënyrë praktike dhe dohet edhe ne ta dallojmë për shkak të begative që i ka fundi i Ramazanit. Çfarë transformimi sill 10-shi i fundit i Ramazanit tek besimtari? Shikoj nderuari arbënor, krijesa njeri është krijesa më e mrekullueshme, është krijesa më komplekse që ka krijuar Zoti i Madhërisht, ke të drejtë të besosh, ashtu qysh Imam Ghazaliu e ka theksuar në librin e tij Ihya Ulumuddin, se krijesa njeri është kryevepra e Zotit të Madhërisht. Është kjo krijesë që ka 2 medaljet. Ai e potencon se është një kryevepër, është një krijesë që din të jetë në atë farë pjedestalin më të lartë, duke bërë krijesa më e mirë dhe duke e kaluar edhe vetë engjujve, por ka mundësi që të jetë edhe më i ulti i të ultëve, duke i lënë dot, duke bërë edhe më i ulët se sa vetë bota shtazore. Dhe s'ka dyshim dot Imam Ghazaliu ka qenë një dietar, një filozof, ka qenë edhe një psikolog i njohur në kohën kur ka jetuar. Ai ka mbështetur këtë ide dhe këtë mendim në statut kuranore apo në kaptinën saktësisht të kaptinës tin. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Vërtet e kemi krijuar njeriu në formën më të përsosur, formën më të mirë, por vazhdon dot citati, thumma radadnahu asfala safilin, por pastaj kjo krijesë që është në këtë pjedestal din të bëhet më i ulti i të ultëve. Krijesa njeri është një krijesë komplekse sepse është një grumbull emocioneve. Është një krijesë që e zotron arsyen, është një krijesë që e ka dot zemrën, jo vetëm si pompë e mrekullueshme, është një krijesë që ka dot nefs, që nuk është shpirti, por është ajo substanca dhe qëndësia e njeriu në aspektin psikologjik i bën ndërgjegjja e pastër, por është një krijesë mbi të gjitha, e cila ka shpirt, e që nuk e kanë asnjë krijesë tjetër. A mund të kuptohet se 10-shi i fundit të Ramazanit është mundësi për brenda mundësisë së madhe së Ramazanit që mi shiju këtë muaj të bekuar, veçanti fundin e tij? Shqisho i nderuari arbënor,
Nëse zbërthejmë do të ajo që e ka thënë Imam Ghazaliu, del se krijesa njeri në vetveten e tij, në brëndësinë dhe thellësinë e qenies së tij, bëhet një luftë e ashpër. Prej momentit kur krijesa njeri është mukallaf, por ngarkohet që është përgjegjës sepse ti je me këmbës në tokë. Prej atij momenti në brëndësinë e tij bëhen luftra të ashpra se kush do të dominoj prej fuqive që ka do të në thellësinë e tij. Pra është krijesa njeri që në vetveten e tij, në brëndësinë e tij, ka do të fuqi, ka forca që dëshirojnë se cila të dominoj dhe ta orientoj do të krijesën njeri, qëndësinë e krijesës njeri. Dhe në psikologjinë islame do të vërtetohet se krijesa njeri do të janë 3 fuqi të forta, 3 fuqi të mëdha që vazhdimisht e shoqërojnë njeriu. Është një thënie që ndërlidhet me një plak të urtë, cilin ojk e ushqen, që bëhet një dialog i mrekullueshëm mes gjyshit dhe nipit të tij. Që do thot, në brëndësinë time dhe tënde dhe tek 8 miliard që sot ekzistojnë do të në sipërfaqen e tokës, ai apo do të në brëndësinë e tij janë fuqia e hidhërimit, quwwatul ghadab, fuqia e hidhërimit, fuqia e dytë është fuqia e pasionit, që ka do të peshën e vetë, dhe fuqia e tretë është fuqia quwwatu ruhie, fuqia shpirtërore, spirituale. Që do thot, këto tri fuqi vazhdimisht do të në brëndësinë e njeriu të bëjnë luftë sistematike, luftë të ashpër. Dhe gjatë 12 muajve, her njëra e dominon të dyjat, apo është ai far lideri, her tjetra do të është nër të dyjat. Mirë, po çka ndodh me dhjetëshin e artë? Çfarë ndodh me dhjetëshin e fundit të Ramazanit? Duke filluar do të prej fillimit të Ramazanit. Shpëndon e farë që të përfshin mëshira e Zotit Madhreshëm, që pastaj do të përfshin do të falja dhe shlyerja e mëkateve që bëhet ai farë transformimi, ai farë formatizimi që bëhet do të në brendësinë e njeriu. Ramazani në tërësi, në mënyrë ekskluzive, dhjetëshi i fundit, e arrin dhe e bind njeriun dhe e përgatit intelektualisht, psikologjikisht edhe shpirtërisht se fuqia shpirtërore të jetë lider i qenjes së tij. Dhe çfarë ndodhot nëse njeriu do të është njeri i cili fuqia shpirtërore e udhëheq të menduarit të tij, hidhërimin e tij, pasionet e tij, ato ëndrat dhe ambicet që i ka, ndodh mrekulli. Asnjëherë do të Islami do të nuk e akuzon edhe nuk të thret që ti do të ndrëdhësh hidhërimin. Hidhërimi është diçka që është pjesë, është instaluar do të krijesa njëri, por e kam fjalën për hidhërimin shkatërrues, për hidhërimin i cili do të e bën do të njeriu do të më të ulës se sa do të bota shtazore, ose edhe për pasionet, janë do të në të mirën njeriu. Zujina linasi hubbu shahawat, Zoti Madhreshëm ka thënë do të qartë. Janë zbukuruar njerëzve, besimtarit dhe jo besimtarit, agnostikut, që të gjithve, dashuria ndaj pasioneve. Dhe vazhdon do ato pasionet e njohura minë nisai wal banina wal qanatir wal muqam do të deri në fund, që është temë do të në veti. Mirë po, njeriu do të nëse arrin gjatë 12 muajve që shpirti i tij, gjithsesi fuqia shpirtërore, ajo ana spirituale, ta zotroj do të pasionin e tij, ta zotroj atë fuqinë e hidhërimit të tij, duke përfshirë do të edhe mendje, pra do të me mendje dhe me shpirti e orienton do të vetën, pas një diskutim ti je krijesë që bëhesh tek Zoti i Madhreshëm me vlerë më shumë se sa vetë engjëjt. Shokut Aliu radhiyallahu anhu është një prej sahabive do të më të njohur, me plot kuptimin e fjalës, ka qenë do të prej mendjeve më të ndritura, ka qenë do të fizikisht i përgatitur, por edhe në aspektin intelektual ka qenë do të i madh, me plot kuptimin e fjalës. Fjalët e tij janë të arta, kanë urtësi të jashtëzakonshme. Flet për këtë aspekt apo për këtë realitet, duke thënë rukibel meleku min aqlin bila shahwa. Është krijuar bota e engjëjve nga arsyeja dhe pa pasione. Pozicioni i engjëjve është në këtë pozicion, pra më të lartin. Wa rukibal hayawanu min shahwatin bila aql. Kurse është krijuar bota shtazore prej pasioneve që orienton
pasioni, dhe pa arsye, ka tru por nuk ka arsye, dhe pozicioni i botës shtazore është e kundërta, pra është do të e kundërta e botës engjëllore. Wa rukibal insanu min kilejhime, kurse është krijuar njeriu prej të dyjave, edhe prej arsyes, por edhe prej një grumbull i madh i pasioneve dhe emocioneve. Dhe vazhdon të duke thënë, wa in samat aqluhu ala shahwatihi asbaha fawqa al-malaika. Pra do të njeriu është mes tyre dy botrave, por nëse arsyeja arrin që ta orientoj atë që është pasion, duke i përfshirë edhe hidhërimin, edhe pasionet, edhe çdo gjë që është tjetër, ai prej këtij pozicioni që është mes këtyre dy botrave shndërrohet më i lartë, më i mirë dhe më i vlerësuar se sa vetë engjëj që nuk din as për të menduar do të për të bërë mëkat. Aliu s'ka dyshim do të ka mbështetur këtë thënie të urtë mbi statin kuranor. Innal ladhina amanu wa amilus salihat, ata të cilët kanë besuar me besim të drejtë, por kanë besuar me një besim do të me vetdije, por jo do të besim do të mirë të verbërt, por besim që e udhëheq apo do të besim që e ushqen do të zemrën, ndërgjegjen, nefsin, mendjen dhe shpirtin dhe e mbështet apo do të vazhdimisht do të bën vepra të mira, ulaike khairul bariyya. Zoti kështu ka të qartë, të tillët janë më të mirat krijesa, duke përfshirë edhe engjëjt. Pra do të tillët janë më të mirë se sa vetë engjëjt, edhe pse do të njeriu i devotshëm bën lëshime, bën dot mëkate. Ramazani në tërësi 10-shi i fundit, sepse do të në 10-shin e fundit njeriu do të fillon dot për të stërvitur edhe duke i vjelur ato veprat më të mira që i ka dot ky muaj i begatshëm. Atëherë do të arrin që shpirti i tij do të dominoj ta udhëheq qenjen e tij. Nga ajo që përmendet, nënkuptohet se muaji Ramazanit është muaj i mundësive të veçanta, në veçanti fundit i tij. Si ishte gjendja pejgamberit alayhis salam në fundin e Ramazanit? A shtonte diçka më shumë nga adhurimi apo si mund ta shpjegosh këtë gjë? I dërguari Allah që është shëmbëltyr për mbar njerëzimin, jo vetëm për besimtarët. Shmon që në mënyrë decitive Zoti i Madhërisht e ka lavdëruar që nuk e ka lavdëruar asnjë profet dhe asnjë njeri. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Vërtet ti o profet je do të në gradat më të larta të pjedestalit të moralit. Ka qenë do të i tillë, është shëmbëltyra e besimtarëve, është shëmbëltyra e njerëzimit. Dhe ai praktikisht në Ramazan intensitetin dhe seriozitetin e adhurimit dhe raportet e tij me Zotin e Madhërisht e ka ndryshuar dot apo e ka shtuar dot si në cilësi si në sasi. Këto më së miri e sqaron bashortja e tij Aisha kur tregon se i dërguari Allah gjatë 2 dhjetëve të parë të Ramazanit, 10 dhjetëve të parë dhe dytit, e ka bërë që natën e ka përzidot edhe me gjumë, ka bërë do të adhurim në mënyrë sistematike, por natën, një pjesë të natës ka pushuar dhe ka fjetë, kurse në 10-shin e fundit nuk e ka gjallëruar të tërin. Pra, e ka gjallëruar të tërin me adhurimet specifike që i ka pas ai do të veçanta me Zotin e tij të Madhërisht. Dhe përveç kësaj i ka urdhëruar familjen, i ka zgjuar familjen që edhe ata të përjetojnë këto net që janë netet më të mira dhe e ka shtrënguar rrypin, që është fjala dietar kur e zëpërthejnë këtë thënie profetike, është fjala që e ka gjallëruar natën dhe është larguar edhe nga plot gjëra që i ka praktikuar gjatë 2 dhjetëve të tjerë. Pa ta kemi qartë që praktika e profetit që e ka dalluar 10-shin e fundit, dietarët kanë nxjerrë atë që 10 netet e fundit të Ramazanit, jo që janë 10 netet më të mira të Ramazanit, por janë 10 netet më të bekuara të vitit, janë 10 netet më të mira që i jeton njeriu. S'ka dyshim qysh janë 10 ditët, po them 10 ditët e fundit të Ramazanit, sepse 10 ditët më të mira të vitit janë ditët
para të muajit Dhulhijja, sikurse që dita Arafatit është dita më e vlerë, dita më e mirë, nata e Kadrit që gjendet në 10-shën e fundit është nata më e bekuar dhe ka specifikat që pse është e tillë. Një çështje do të mulla i nderuari Arbnor. Shëshoni, krijesa njëri është krijesë e cila mund ta thejmë do të mirë filozofike duke u bazuar do në statin kuranor. Iqra kitabek, lexo librin tënd, imperativ nga Zoti i Madhërisht. Lexo librin tënd. Urdhërore. Kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Mjafton që ti vetë do ta llogaritësh veten tënde. Që do të thotë, njeriu në ditën e llogarisë, ditët më të mira, më të ndriçuara dhe netët më të mira dhe më të ndriçuara që do t'i lexoj kur do ta lexon librin e jetës së tij janë 10-shi i fundit i Ramazanit. S'ka dyshim të Ramazani, në mënyrë ekskluzive, 10-shi i fundit, sepse janë netët më të mira e që i dërguari Allahut nga praktika e tij që është shëmbëltyrë njerëzimit dhe besimtarëve, e ka gjallëruar, e ka dalluar dhe praktikisht e ka jetuar do 10-shin e fundit në mënyrën më të mirë të mundshme duke shfrytëzuar çdo çast dhe që është shëmbëltyr edhe për ne që të mos e kalojmë 10-shin sidomos netët, por edhe ditët që të i shfrytëzojmë sepse nuk është vetëm 10 është i artë, nuk është do të vetëm pjesë kohore, por janë do ditët dhe netët që do të krenohesh në ditën e llogarisë kur do t'i lexosh para Zotit të Madhërisht. Në 10 ditën e fundit, pejgamberi alayhis salam a kishte ndonjë lutje që shtonte më shumë dhe cilës më së shumti i dha rëndësinë më të veçantë? I nderuari Arbnor, Aisha, që ka qenë do të prej grave më të ditura të profetit, ma pas vdekjes profetit e ka pas statusin dietare, ka qenë do të nëna besimtarëve por ka qenë do të dietare me plot kuptimin e fjalës, me një mendje shumë të hapur dhe me një shpirt shumë të pastër. Ajo i drejtohet bashortit të saj duke thënë, o i dërguari i Allahut, nëse e ndjej se sonte është nata e Kadrit dhe vlera natës së Kadrit është treguar do të një kaptin e tërë, ka zbritur një kaptin ekskluzivisht për vlerën e kësaj nate. Dhe çfarë ta los Zotin tim nëse e ndjej se është nata e Kadrit, i dërguari i Allahut çuditërisht i anashkalon 90 e sa emra të bukur të Zotit Madhërisht, i anashkalon me qindra lutje profetike që janë do të mrekullueshme, ja jep një dua që vetëm një frazë përsërit të trier, duke e zgjedhur një prej emrave më të bukur që ai do të ka, walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha, ati i përkasin emrat më të bukur, cilësi dhe atributet më të bukura, dhe andaj përgjërohet tek ai nëpërmjet emrave të tij të bukur. Cilin emër ja ka zgjedhur apo cilën dua ja ka zgjedhur vetëm njërin. Duke i thënë Allahumma innaka afuwun karimun. Kjo fjala do të kerim është shtesë, mirë po do të pas një diskutim nuk bie do të ndesh, o Zoti im, ti je falës, jo. Afu në ka të qëllim do të falës, por ka të qëllim do të shlërës. Në gjuhën arabe e ka do të fjala dhe në gjuhën klasike, el afu është fjala do të për shlyrje, është fjala për eliminim totalisht, për do të shlyrje totale, duke i fshirë do të çdo gjë. Do të mëkatin i vogël apo i madh që e ke bërë, e bën që Zoti i Madhërisht ta harrosh do ti, ta harron do të engjulli i krahut të majt, dhe në librin që do ta lexosh në ditën e llogarisë nuk do të ekzistoj fare. S'ka për të shfaqur. S'ka për të shfaqur, sikurse që nuk e ke bërë do të fare atë mëkat dhe kush prej nesh nuk bën lëshime apo nuk bën do të mëkate. Karshi Zotit të Madhërisht edhe karshi njerëzve. Vazhdon do të kjo lutje do të pra Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa, dhe ti e don shlyrjen e mëkateve, ti e don do të që ti trajtosh robrit e tu do të më këtë emër të bukur të Zotit Madhërisht.
fa'fu anni, andaj o Zoti im i madhërisëm, më trajto duke i shlyer dhe eliminuar mëkatet e vitit 2025. Tash jemi 2026, pra do të gjitha mëkatet, jo vetëm vitit kaluar, por të gjitha mëkatet, karshiteje apo lëshimet që krijesa njeri i bën. Dhe se përket mundesh me shtru do të pyetjen, po përse i dërguari i Allahut e ka nxjerr apo ja ka dhënë dot këtë urtësi dhe këtë urdhër që të mos e lut Zotin me asnjë lutje tjetër, është e mjaftueshme kjo, ka arsye. Sepse në gjuhën arabe ka dallim të madh mes emrit bukur El Ghafur dhe El Ghaffar, që të dyja kanë fjalën për faljen. Mirë po, El Afu është shumë thellësisht më e thellë dhe është diçka që, është diçka që njeriu ka nevojë. A dini cila është cytja më e fuqishme që ka mundësi do të me cyt krijesën njeri, shejtani? Pra jo do të futet në trupin njeriu qysh pretendojnë disa dhe pastaj do të ai e ka këtë mundësi që e ka dhënë Zoti i Madhëshëm që ta cyt njeriu. Njëra prej formave është që të bëj perde mes tij dhe Zotit të tij, mes robit dhe krijuesit. Për shembull, njeriu do të bën një mëkat, qoftë i ri apo e re, apo do të qoftë moshën e mesme, dhe atë mëkat e përsërit bën pendim, bën dot pendim. Cytjet e shejtanit do të arrin duke i thënë do të njeriu, si nuk të vjen turp që ti drejtohesh Zotit Madhërisëm me emrin e tij të bukur At-Tawwab, që është pranues i lutjeve, që bën mëkat apo do të e përsërit, bën mëkat apo do të e përsërit. Dhe në momentin kur bjen do të ngrackën e shejtanit krijesa njeri, atëherë do të turpërohet dhe nuk i lutet Zotit Madhërisëm që t'ia falë mëkatin që ka bërë. Edhe kur bëhet kjo perde, atëherë do të ka arritur qëllimin shejtani me ushtrinë e tij. Vjen nata e Kadrit, vjen do të 10-shi i fundit, këtë perde që është mes tij dhe Zotit të tij e eliminon dhe bën dot një krijesë të formatizuar. E bën dot një krijesë që i jep dot dimension do të krejt ndryshe, e heq atë perdën që është mes tij dhe Zotit të Madhërisëm dhe bëhet krijesë spirituale, bëhet krijesë që shpirti i tij është ai i cili dominon në jetën e tij. A mund të quhet fundi Ramazanit si një shpërblim për ata që i jetësuar mësimet e Ramazanit gjatë tërë muajit, apo është një mundësi përfundimtare për ata që neglizhuan Ramazanin? Shqo, është për të dyjat. Ai i cili ka qenë prej fillimit të Ramazanit praktikisht besimtari dhe besimtarja qysh në muajin e Rexhep, përgatitet për këtë muaj të madhërisëm dhe muajin Shaban, dhe kur të hyn në Ramazan është i përgatitur intelektualisht, psikologjikisht, emocionalisht dhe shpirtërisht. Mirë po, ai i cili nuk ka qenë dot i tillë as në 10-shin e parë dhe as në 10-shin e dytë, është mundësi e artë që ai ta përmirësoj dot atë që i ka kaluar. Pra ka dot mundësinë që në 10-shin e fundit, sidomos ta kërkoj dot ajo që është nata më e mirë e vitit. Pra nata e Kadrit që Zoti i Madhërisëm ka folur ekskluzivisht. Inna anzalnahu fi lejlatil qadr, vërtet ne kemi zbritur atë për Kur'anin fisnik, dhe për këtë arsye ka marrë këtë vlerë në natën e Kadrit. O me adrake ma lejlatul qadr, dhe apo çfarë din ti se çfarë është nata e Kadrit? Dhe Zoti i Madhërisëm përgjigjet duke thënë lejlatul qadri khairum min alfi shahr, nata e Kadrit është më vlerësa sa do të 1000 muaj. Pra minimalisht i bën 83 vite 4 muaj. Sikurse ai i cili do të ka adhuruar Zotin e Madhërisëm me plot sinqeritet, ai i cili ka bërë veprat e mira në mënyrë sistematike, ai i cili do të ka dhënë dot lëmosh dot në mënyrë sistematike, ti do të me një pjesë të natës e arrin shpërblimin atij që je i graduar, që je pasues i profetit të fundit. Ço do thot, ai i cili do të në 2/10 të parë të këtij muaji të Madhërisëm që tani do të jemi në 10-shin e fundit, nuk ka qenë dot për shkak të shkujdesjes, për shkak që nuk është përgatitur, për shkak që ndoshta nuk e ka ditur të vlerën, ka mundësi ta përmirësoj, por të filloj prej sonte. Nderuar, me kënaqësi do vazhdoni me më tutje për të marrë urtësi të shumta nga shtjellimi i kësaj teme. Për shkak të kohës do ta ndërprejmë emisionin këtu.
falenderoj për angazhimin tënd dhe për kontributin mbi shtellimin e kësaj teme, Zoti shpërbleft. Amin, inshallah ndëruari Arbenor, faleminderit shumë, Zoti nderoft, e inshallah xhirim të lehtë dhe në begatoft me ballafaqimin me natën e Kadrit që është dhuratë ekskluzive. Amin, së bashku inshallah. Shikues të nderuar, me kaq përfundon emisioni sonte. Deri në emisionin e radhës, mëshira dhe paqja e Zotit qofshin mbi ju.